Gjithashtu prej edukatës dhe prej thirrjeve islame vëllezër nderuar është tani kjo këtu na tregon se Islami e ka rujtën edhe shëndetin e njerëzve. Tash shkenca e ka vërtetuar se ushqimi i nxehtë, ushqimet e shpejta, edhe të nxehta, po e preshkan trupin e njerit, e preshkan luktin. I bëjnë ndonjë njeri. E feja islame ka thirrë që njeri që thotë të na, njeri e pret pasulin 2 sahat mozi për 5 minuta moftoft nuk e pret në një instant dhe përlohet. E feja islame neve na ka thirrë vëllezër nderuar që ushqimin e nxehtë mos me hapur. Për arsye se ushqimi i nxehtë, edhe shkenca edhe mjekësia e shpjegon se ushqimi i nxehtë e dëmton luktin, e dëmton trupin e njerit. E pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë në hadith që transmeton Esma bint Abi Bekr, çika e Abu Bekrit radhiyallahu anha, أنها كانت إذا أثردت غطت حتى يذهب الفور. E ka pritën deri sot t'i hiqet çka? T'i hiqet dhe t'i largohet ai timi, kur ta është nxehtë i del timi. Thumma taqulu inni sami'tu rasulun, pastaj ka thonë kjo e kanë dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wassalam duke thonë innahu a'zamu lil baraka, e kjo e ka i shtohet bereqeti tani më shumë ushqimit. Hadithi është i vërtetë. Pika e dytë është me e prit pak, fetarisht është e preferuar dhe e thirrë me sunet pejgamberit alayhi salatu wassalam që shka me e prit moftofën ushqimit. E ka përmend dietar islam në këtë hadith se kjo është prej edukatës, prej thirrjeve të pejgamberit alayhi salatu wassalam që njeri mos më hutën në ushqim. Edukata tjetër e thirrur nga pejgamberi alayhi salatu wassalam është njeriu mos ta nënçmoj ushqimin. Edhe këtu kena ka vrejtje shumë të njerëzit, vëllai. Shumë njerëz dinë me nënçmu ushqimin. Kjo është mos edukat, mos njohja e begatisë Allahu i Madhëshëm. Ai cili e nënçmon jo për seduktor, jo me fjalë të cilat janë ndaluar me i thonë për ushqimin. E feja islame vëllezër nderuar na ka thirrë që na mos ta nënçmojmë ushqimin për arsye se ai është begatia e Allahut xhaleshonu, e begatia e Allahut, çish falenderohet kur ja di vlerën. Kur ja di vlerën edhe kur nuk e nënçmon ushqimin që të ka dhënë Allahu xhaleshonu. Allahu xhaleshonu Kur'an ka thënë kulu min tayyibati ma razaqnakum. Hani pitmira që Zoti ju ka dhënë, washkuru lillah, dhe falenderoni Allahun për rrezikun edhe ushqimin që ju ka dhënë. E prej falenderimit është që mos me nënçmu. Prej mos falenderimit prej atyre që njerëzit që e nënçmojnë ushqimin është përbuzja dhe mos falenderimi i Allahut xhaleshonu për begatinë që ta ka dhënë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, nëse dikush e ka lexuar jetën e pejgamberit alayhi salam, sidomos në ushqim, atëherë e sheh se pejgamberi alayhi salatu wassalam asnjëherë nuk e ka nënçmuar ushqimin. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadith ka ardhur lam yakun yu'ibu at-ta'amu, kur nuk i ka gjetur pejgamberi alayhi salatu wassalam meta ushqimin. Kur nuk i ka gjetur meta ushqimin. S'të ka shërim mirë, s'të ka i nxehtë, s'të ka i ftohtë, s'të ka gjithmonë mja gjetë një arsye kur pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk ka folën për ushqim. Bile ka ardhur hadith pejgamberit sa hadith tjetër që transmeton Abu Huraira, ma aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat, asnjë ushqim pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk e ka nënçmuar apo s'u ka gjetë vërejtë, kana idha ishtaha shay'an akala ansar ai. Ju ka hangër, nëse ka pas nevojë me hangër, e ka hangër, vojnë kërje të rëke, e nëse nuk ka hangër e ka lonër, po ju me gjetën të meta, ju me gjetën mirë. Për shembull, dikush me thonë, ky ushqim është i keq. Kjo nuk bën me thonë për ushqimin, se begati i nimet i Allahut xhaleshonu. Ky ose me thonë, nuk hahet ky ushqim, po i keq ky ushqim. Këtë çdo fjalë vëllezër nderuar nuk bën
me afon ushqimin. S'ka ka zimi, s'ka ka zimi se ha. S'ka ka bo mirë, senet të ndryshme që njerëzit mujnë mi thonë. E unë, dhjetë që pejgamberi sa ashtu që thash hadith, nëse e ka honë, nëse ju ka honë, nëse ju nuk ka folën për ushqimin. Imam Nawawi rahimahullah, kur e ka sqaruar hadithin që e përmenda më herët, ka thonën, kuptimi i këtij hadith është inna min hadi sallallahu alaihi wasallam bi udhëzimit të pejgamberit alaihi salatu wasallam ka thonë innahu lam yakun yadhummu ta'am kur nuk ka fol keq për ushqimin. Wa innama idha ishtaha asar që ju ka humbur ushqimin, atërat ka humbur edhe nëse nuk ka humbur e ka lënë, por nuk ka folën keq. Gjithashtu prej rregullave dhe porosive fetare, çat ushqimit është vëllezër nderuar, është përmendja e Allahut xhaleshona. Kjo është një prej bazave dhe thirrjeve të forta dhe hadithe të shumta të pejgamberit alayhis salam që na kanë thirrë që na sa herë hajna bukë ose të pina ujë me e përmendën Allahun xhaleshona. Allahu të thonë në Kur'an ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah, o ju që keni besuar, hani pikë mira të Allahut dhe falenderoni Allah. Prej falenderimit të Allahut është me nisë me emrin e Tina. Prej llojeve të falenderimit, që e falenderon që Allahu të ka dhënë çdo ushqim, është me nisë me emrin e Allahut xhaleshona. E me nisë me emrin e Allahut xhaleshona është prej forma të falenderimit. Ka ardhur hadithin e pejgamberit alayhis salam, ku pejgamberi alayhis salam ka thonë: "Ya gulam", ju ka drejtuar atij fëmijës, "O çon Semillah", o në të omër bukë bashkë, në thonë, thuj bismillah. Wa kul bi jeminike, hanë në dorën e tjatë, wa kul bi jeminike, wa kul bi majlit edhe ha për bora, e kjo është prej atyre edukatëve që në ka thirrën pejgamberi alayhi salatu wasalam për ushqimin e vazhdojnë e inshallah në gjumon tjetër, për shkak se e zoni për tjetër. Sot e vëllezër nderuar, e kena një hoxh prej Gërbetit, ka më në mojtë hybën, është hoxha Fatos Ismaili që jeton në Francë, Strasbourg, është prej anës Shtimës. Kemi ndërë që sot të ndëgjojmë hoxhën dhe na tregon për temën që e ka përgatitur për gjumona për neve Allahu xhaleshana është problem. Unë jam konë pak musafir të hoxha atje në Strasbourg dhe më ka bënë një mëdhe, besoj që muj me kthyer, mirë po munona që ka onë pejgamberi alayhi salatu wasalam hadith: "Men sana ilaykum ma'rufan fakafi'uhu", kush ja bën juve një të mirë, munoni më ja kthy juve ato, fa in lam tastati'u, nëse s'moni më ja kthy që unë e besoj që s'unë ja kthej, fad'ullaha hatta taraw annakum qad kafaftumuhu, lutna Allahu xhaleshana e me lutje, sot unë ka thonë lutju që me lutje me munu me ja kthy. Inshallah Allahu xhaleshana e jep mirat e dunjas dhe ahiretit, e jep shëndetin, e ruan familjen, e çdo të mirë çka është që e din Allahu ja dha në dunja edhe në ahiret.